Zuni se dore tek jugu, po jugu si jemi pasërtin, se më bëri përshtypje pash para disa ditësh Himarën, që ai uji nga uji bukur blu ishte bërë uji verdh. Himara, me sa mora... Si ndikojnë këto të turistët? U interesova pikërisht për rastin që ju po thoni. Kemi dhe është dhe një pjesë dërmi, më falë që po të ndopres, është dhe një pjesë dërmi që se qa derdhe dhe diçka, këto thojnë ujra shiu, ujra të bardha, po... Ajo, çfarë më thanë banorët e zonës, janë ujrat të cilat rridhin nga mali dhe duke pasur një përbërje të caktuar kromja, këtë nëse qarë dela i uj kush, si që është zona e Librasht, Prenjas, në qofë se e keni vënë re, dhe aji kur derdhet atje, i pa kontroluar, kryon këtë lloj efekti. Në qofë se është e natyrës, nuk kemi që me bo... Po duke njohur se në zhvend jetojmë, na bën shumë dëshirë ta besojmë. Kjo është problemi, se edhe ato që mund t'jenë reale është që kemi të vështira t'i besojmë. Kemi bashki të vogla të cilat kanë arritur që të sistemojnë punën e pastërtisë. Pra, për shumë, flasim për Himarën. Himara, me çfarë kanë vënë re, është një nga ato bashki e cila nuk e ka bërë pastrimin flat rate, pra nuk e ka bërë tenderimin, por e ka bërë me rritje kapacitetesh. Tash se sa e përballon, unë si vjet fatkesisht kam qenë vetëm një herë që kam hyrë në Himarë dhe kam parë dhe më zhdukur okej, por kemi pastaj rastet kur zona e plazhit menaxhohet nga bashki e madhe, siç është bashkia e Vlorës. Po. Dhe aty më pas dalim në origjinë. Bashkia e Vlorës, bashkia e Sarandës, të cilat kanë një problem ekstrem shumë të madh, ashtu siç është rasti që përmendëm pa dashpërsërisë veten me bashkinë e Durrësit. Pra, flet rreth probleme me pastrimin, me të njëjtan probleme me koshat e të mbushur. Është e tmerrshme situata në mes të sezonit dhe aq më shumë që po diskutohet për lloj smundjesh. Ndërkohë që ka investime pafund dhe është fatkeqësi që të paktën minimumi shteti, bashkitë duhet thjesht pastrojnë ato mbeturina, është minimumi që mund të kërkohet dhe paguhen miliona euro taksa, miliona lek taksa këtyre bashkive. Këtë do them, nëse ti do ta ndihmosh realisht turizmin, bëj këto. Investimin e bën privati, nuk ka nevojë për shumë gjëra. Mos i prish punë. Diçka të fundit. Po ndikon protesta tek turistët, kryeministri thotë që po tremben, zoti Balla thotë që po sabotohemi, fuqitë e huaja janë lojë nga Irani, nga Iraku, nga Greqia, çfarë s'kan ardhur në Shqipëri? Sabotimet apo teoritë të konspiracionit, unë nuk i di, të them drejtën, ndoshta ata që kanë informacione më të detajuara se ne mund të dinë raste. Ajo çka mund të them është që ditën e 4 të protestës, kam qenë në një studio, sa po e kisha ardhur, isha rikthyer në Shqipëri, kam qenë në një studio televizive dhe kam thënë që unë do të rregohem nga ata cinikët e pakët, ndoshta, që do bëj turizmin e protestave. Dhe deri tani kam 5 grupe të huaja turistësh, të cilët i kam çuar në protestë, për të parë se si bëhet protesta. Mua po më vlen, sepse po e shes. Pra ka interes, pra po të vlen kjo, sepse thonë, hajde të shkojmë dhe ne të shohim çfarë bëhet. Pikrisht, nuk po shkojnë të protestojnë, se as nuk e dinë për çfarë janë duke protestuar. Është kthyer në trend. Dhe ajo çka më tremb më shumë për te aspekti turistik është fakti që është kthyer për trend edhe për popullin shqiptar, që nuk duhet të kthyer në trend, sepse në fund fare nëse po protestojnë dhe ta çojnë deri në fund. Nëse do bëjmë trend që nuk dalim më nga bloku, po dalim nga protesta, atëherë kemi punë pikën zero. Ndoshta edhe në minus, sepse kë nuk let që të vdesi, të mbyt. Dhe kjo është çështja. Ozuni, faleminderit shumë. Faleminderit ju për ftesën. Shikues të nderuar, ishim me Feriol Ozuni, ekspert turizmi. Do të qëndrojmë në televizion bashkë me Pafsh.